pastin vetë kemi aktivitetin një kartolin për ty, që bëhet shpërndarja kartolinave në për shkolla dhe institucione shkollore. Gjithashtu, këtë vete kemi bëhet dhe aktivitetin ditët e dyrëve të hapura, ku kemi synu që realisht kemi hap dyert për çdo qytetar që ka shpreh vullnetin e mirë. Vit punoj një kartolin të punëtoria jone kartolinave, me shumë qëllime, me shumë synime, fillimisht e para që të shohin se kush po i punon kartolina që na po i shpërndajmë në për shkolla dhe pra donacionet po fitohen në një farë forme edhe prej kartolinave, të shohim për sa afër mi punën e anëtarëve, të dëgjojnë sfidat që personat me sindromin Downi hasin gjatë jetës së tyre, ndoshta edhe gjatë përditshmërisë së tyre. Kemi pas vizita, po vazhdojnë të jenë ditët e dyerve të hapura në Down Syndrom Kosova deri në 21 mars, kështu që këto dy janë aktivitetet që i bëjmë mirë, po për çdo aktivitet edhe gjithçka tjetër, sot rrjetet sociale janë ato që më smirti në një farë forme po e përçojnë zonin drejt masës, ku vlet me cek shushe tha edhe kolegja ma herët që vetëdijsimi i shoqërisë edhe empatia e shoqërisë ka rëndësi shumë të madhe. Do të thonë përfshirja fillon ndoshta edhe prej shoqërisë, edhe prej pranimit të familjes, këto janë ndër ato arsyet kryesore pse kemi bë aktivitetin ditët e dyerve të hapura, që të kenë mundësinë kushdo që shpreh vullnetin e mirë, të vijë dhe të kaloj një orë apo sa që e mendon të ditës së tij tek Down Syndrom. Pse kemi bë aktivitetin ditët e dyerve të hapura, që të kenë mundësinë kushdo që shpreh vullnetin e mirë, të vijë dhe të kaloj një orë apo sa që e mendon të ditës së tij tek Down Syndrom. Të hershëm ku marrin shërbim fëmijët prej 0 deri në 12 vjeç, është programi për autonomi dhe aftësim profesional ku marrin shërbim të adoleshentët dhe të rriturit. Prej 12 vjeç tutje nuk e kemi një limit moshe. Pothuajse ngjashëm sfidat vazhdojnë të jenë të njëjta edhe për organizatën Down Syndrom Kosova. Fondet janë ato që vazhdimisht lëbohet edhe bëhet thirrje drejt ngritjes së tyre për shkak se në këto organizata bëhet një punë shumë e rëndësishme. Ofrohen shërbime jetike shumë të rëndësishme për personat me aftësi të kufizuara, që në këtë rast tek organizata Down Syndrom Kosova për fëmijët edhe të rriturit me sindromin Down. Janë shërbime që janë tetë nevojshme, tetë rëndësishme, e që po shpresojmë që asnjëherë nuk kemi më shku drejt mbylljes apo ndërpritjes tyre shërbimeve. Edhe pse ka qenë në rrezik. Ka qenë në rrezik, ndoshta mund të them që vazhdon ende të jetë në rrezik. Shtu këto të bazu tek numri i personave me sindromin Down që tek ne po vazhdon të jetë në rritje, po tentojmë vazhdimisht që mos të lojmë asnjë anëtar që ofrohet Down Syndrom Kosova të jetë vetëm listën e pritjes. Kur e përmende punësimin, ne vlerësojmë që punësimi është një fushë shumë komplekse për personat me aftësi kufizuara, sepse duhet nisemi pikë pari tek edukimi. Pra, sipas një statistike edhe të mashtit, bashkë me Agjencinë e Statistikave të Kosovës në vitin 2024, ka dalë se dikon prej 212.000 nxënësve se janë total në nivelin fillor dhe të mesëm të ullët në Kosovë, vetëm dikon 3.666 prej tyre janë nxënës me aftësi të kufizuara, që po i bie një përqindje shumë e ulët e përfshirjes në edukimin e rregullt të fëmijëve me aftësi të kufizuara, e që kjo është për shumë faktorë. Pra, sigurisht që ndikon edhe gjendja shëndetësore e tyre, por ndikon shumë edhe mungesa e qasjes infrastrukturore në për objektet shkollore, mungon mungesa, dëmëthon është edhe mungesa e transportit, vajtje ardhje, sepse personat me aftësi të kufizuara duhet të kenë automjete të posaçme për bartje, për transport, sepse nuk mund të shfrytëzojnë gjithë një vetur të zakonshme, sidomos për dëruesit e karrocës, apo e dim që edhe trafiku urban nuk është dhe herë i qasshëm, as në Prishtinë, as në përkomunat e tjera. Pastaj është edhe mungesa e pajisjeve të përshtatshme, kur flasim edhe për grupe tjera, personave me aftësi të kufizuara, e ka shumë sfida. Si rrjedhoj e kësaj, pastaj nuk kemi edhe kuadro për punësim. Ndonë se kjo fushë vlerësojmë që viteve të fundit ka pas pak progres, por me gjithatë duhet shumë punë, sepse e përmenda që edhe për të shkuar, për të punuar dikush në një institucion publik apo privat, duhet u garantohet qasja infrastrukturore, hyrja e qasshme në objekt, duhet të jetë tualeti i qasshëm, duhet të jenë gjitha hapësirat e qasshme, por ndër tjera duhet të kenë edhe transportin sigur, sepse nëse një person i zakonshëm arrin shkojnë punë me €1 së 2 trafikut urban, një personi me aftësi të kufizuar i duhet ndoshta €7-8 për të shkuar deri në vendin e punës, sepse duhet të shfrytëzojnë një automjet të qasshëm. E kemi të limituar edhe numrin
e personave përfituesve cilët duhet i përfshim. Sigurisht në bazë të vlerësimeve që i bëjmë, mundohemi që të përfshim fëmijët ose të rriturit cilët kanë më shumë të nevojë, sepse Handicot Qendër kryesisht e përfshin regionin e Prishtinës, me qenë se në për komuna tjera funksionojnë me dek tona, por që kërkesat dhe nevojat janë shumë më të mëdha. Po e zëm vitin e kaluar, kemi arritur të përkrahim dikun 321 fëmijë me aftësitë kufizuara në komunën e Prishtinës, por edhe në 5 komuna tjera të Kosovës, si dhe dikun për 60 rritur kemi ofruar shërbime me bazë në shtëpi. Sepse ka edhe të gjitha mund vinë. Edhe jo të gjithë pra mund të hynë, sepse numri dhe kërkesat janë shumë të mëdha. Për ndryshe vlen të theksohet që Handicosi pra përkrah personat me aftësi kufizuara fizike dhe të kombinuara, por që ajo që na karakterizon si organizatë është fakti që ne mbulojmë dikon 25 diagnozat ndryshme. 25 vështirësi të ndryshme, cilëve mundohemi t'ju ofrojmë pra shërbime fizioterapeutike, por dhe shërbime tjera sociale, si që janë ato mbështetja psikologjike, logopedike, është duke përgatitur nga Instituti i Shëndetësisë Publike në bashkëpunim me OBSH-n edhe një hulumtim për nivelin e konsumit të duhanit nga terren. Mirë po të dhëna gjithë përfshirëse sa i përket konsumit të duhanit në nivel vendi nuk kemi, por nëse bëjmë një kalkulim të nivelit të konsumit nga importi, nga sasia e importit të cigareve, atëherë del diku në rreth 400.000 deri në 500.000 banor të Kosovës që janë duhan pirë, që është një shifër jashtëzakonisht e lartë dhe që paraqet një kërcënim shumë të madh për shëndetin e secilit prej nesh. Sa po respektohen rregullat në për kafeteritë e vogla ose në ambientet të mbyllura për mospirjen e duhanit? Pothuajse fare, besoj që të gjithë ne jemi dëshmitar të një niveli shumë të ulët të zbatimit dhe edhe kjo ndikon në nivelin e lartë të konsumit, gjithsesi në shkallën e ulët të reduktimit të konsumit të duhanit, për shkak se është krijuar një kulturë apo një sjellje, një normë sociale, e cila vështirëse është ndryshueshme, kur në çdo moment dhe në çdo ambient hasim njerëz që konsumojnë duhan dhe siç e dim trendet sociale, normat sociale barten dhe janë gjithse në një formë apo tjetër. Shto kësaj edhe mundësinë që të konsumohet çdo kohë duhan, ju bëjmë të vështirë edhe duhan pirësve, të cilët dëshirojnë ta lënë duhanin, që ta ndërprejnë atë, por në të njëjtën kohë i dëmtojmë edhe ata të cilët nuk e konsumojnë, por i ekspozohen këtij tymi të duhanit.